Në shekullin e 14, një burr I panjohur për shumicën, pa kuror, por me fuqi mbretërore, shfaqet në një cep të gadishullit Ilirik dhe rrëzon sundimtar, princër e perandor. E quajnë Gjin Buashpata, një emër që mbar tingullin e hekurit dhe gjakut. Ai nuk kishte bekimin e kishës, as ushtrit e një perandorie, por me një grusht shqiptarësh pushtoi qytete, ndali serbët, përballoi bizantinët dhe nuk ju përkul kurrë sultanit. Por pse askush nuk flet për të sot? Pse historia e tij është zhdukur nga kujtesa jonë kombëtare? Sot do ta zbulojmë këtë kapitull të harruar dhe do të kuptoni pse Gjin Buashpata nuk ishte thjesht një luftëtar, por një fantazmë që tunte themelet e perandorive. Një emër që koha u përpoq të harronte, por që sot ne e risjellim në jetë. Nëse të pëlqejnë histori si kjo, të vërteta, krenare dhe të mbuluara me pluhurin e harresës, atëherë shtyp butonin e pëlqimit dhe abonohu tani në Histori Epike. Ju garantojmë se do ta njohni një Shqipëri që se keni dëgjuar kurrë më parë. Në mesin e shekullit të 14, ndërsa perandoria bizantine po përjetonte dekadat e saj të fundit dhe fuqitë e mëdha përreth gadishullit Ilirik po shihnin mundësi për zgjerim, një emër shqiptar u ngjit në skenën politike dhe ushtarake të kohës. Me forcën e shpatës dhe mençurinë e një strategu të lindur, Gjin Buashpata. Ky ishte një burr që lindi nga një derë e njohur shqiptare, fisnikët e Buas, të njohur për trimëri e ndikim në viset jugore shqiptare dhe përtej. Gjin Buashpata ishte antar I fisit Bua dhe themelues I familjes Shpata. Origjina e tij vjen nga krahina e malësisë e Epirit dhe prej andej ai do të ngjitej për të krijuar një principat të fuqishme në Etoli dhe Akarnani, në ato që sot janë territore të Greqisë perëndimore. Pas vdekjes së sundimtarit lokal të Epirit, Nikefor Orsini Dukas dhe rënjes së kontrollit bizantin në rajon, një zbrasti politike dhe ushtarake e mbushi Epirin dhe viset përreth. Në këtë zbrazëti, shqiptarët e jugut u organizuan në formacione fisnore dhe ushtarake të njohura si kompani shqiptare. Ndër më të fuqishmet ishin ato të Gjin Buashpatës dhe Pjetër Loshës. Në vitin 1358, shqiptarët zbresin në viset e Etolis dhe Akarnanis duke përfituar nga krizat e brendshme në Bizant. Brenda 2 vitesh ata vendosin kontrollin në këto zona. Në vitin 1360, Simeon Uroshi, perandori titullar serb, në një përpjekje për të shmangur konfliktin me shqiptarët dhe si një pranim të fuqisë së tyre ushtarake, vendosi të tërhiqej nga zonat e Artës dhe Etolis dhe t'u lëshonte ato Shpatës dhe Loshës. Gjin Buashpata do të shpallej sundimtar I Etolis dhe pas vdekjes së Pjetër Loshës edhe sundimtar I Artës, një qytet I rëndësishëm për nga pozita strategjike dhe ekonomike, që nga ajo kohë ai do të njihej si despot I Artës, një titull që do të sfidonte fuqitë më të mëdha të kohës. Në vitin 1374, Gjin Buashpata rrethoi Janinën dhe shkatërroi fshatrat duke mposhtur forcat e despotit të Janinës, Toma Preljuboviqit. Ky I fundit solli paqe kur fejoi motrën e tij Helenën me Shpatën vitin pasardhës. Më 1376 ose 1377, Shpata pushtoi Nafpaktosin. Në këtë kohë ai kontrolloi Artën dhe pjesën më të madhe të Epirit të Jugut dhe Akarnanis. Kalorësit e Aragonës marshuan për të filluar pushtimin e tyre në Epir, por u mposhtën nga Shpata. Zundimi I Gjin Buashpatës nuk ishte një pushtet I qetë.
Ai u përball me një sër armiqësh që kërkonin të rimerrnin kontrollin e tokave që ai I kishte marrë me shpatë. Së pari, bizantinët përpiqeshin të rikthenin influencën e humbur në jugun e Ballkanit të sotëm, por shpata nuk u ala këtë mundësi. Ai organizoi mbrojtjen e principatës me mjeshtëri dhe siguroi aleanca të rëndësishme me shqiptarët e tjerë dhe madje edhe me grupe të huaja. Së dyti, serbët, të udhëhequr nga princerit e pasardhës të mbretërisë së Dushanit, kërkonin të zjeronin sundimin e tyre drejt jugut. Por shpata I ndaloi këtë zgjerim dhe e mbrojti me sukses principatën e tij. Më pas vinë latinët, sidomos fisnikët italian që kishin toka në ishujt përreth dhe në disa qytete bregdetare, të cilët e shihnin shpatën si një rrezik për interesat e tyre. Ai I përballoi edhe këta. Por kërcënimi më I madh ishte ai që po vinte nga lindja, osmanët, të cilët filluan të deportonin në Thesali e më pas në jug të Gadishullit Ilirik. Gjinbua Shpata I rezistoi për një kohë këtyre përparimeve dhe nuk pranoi kurrë të bëhej vasali sultanit, ndryshe nga shumë sundimtar të tjerë të asaj kohe. Ajo që e bënte Gjinbua Shpatën të veçantë nuk ishte vetëm forca e tij ushtarake, por edhe aftësia për të bërë aleanca strategjike. Në disa raste, ai lidhi aleanca martesore me familje fisnike bizantine dhe latine për të ruajtur balancën e forcave në rajon. Në një rast të njohur, ai martoi vajzën e tij me një fisnik grek për të forcuar lidhjet me qytetet fqinje. Në një mënyrë të ngjashme, edhe vetë Gjinbua Shpata kishte lidhur më parë martesë me familjen e rëndësishme nga Janina për të siguruar pozitën e tij politike. Në krye të principatës së tij, ai ishte I drejtë por I rrept. Njihej për ndëshkimin e tradhtarëve dhe për përkrahjen që u jepte fshatarëve dhe tregtarëve që I qëndronin besnik. Arta gjatë sundimit të tij përjetoi një periudhë stabiliteti të rrallë për kohën. Gjinbua Shpata vdiq rreth vitit 1399, pas më shumë se 30 vitesh sundimi në Etoli dhe 20 vitesh në Arta. Pas vdekjes së tij, principata shqiptare filloi të dobësohej nën pasardhësit e tij që nuk kishin të njëjtën forcë dhe autoritet. Por emri I tij mbeti legjend. Ai u përmend në kronikat bizantine, në dokumente veneciane, në burime latine dhe osmane, gjithmonë si një sundimtar I fuqishëm, trim dhe I mençur. Për shqiptarët, Gjinbua Shpata përfaqëson një shembull të qartë se si në kohë të vështira, një shqiptar me shpirt të fortë dhe strategji të mbret mund të mbrojë tokën e tij dhe të krijojë shtet në mes të kaosit. Sot, emri I Gjinbua Shpatës është më pak I njohur se ç'duhej të ishte. Por historia e tij është dëshmi e gjallë se shqiptarët nuk kanë qenë vetëm të shtypur apo të pushtuar në histori. Ata kanë ditur edhe të sundojnë, të sfidojnë perandorit dhe të lënë gjurmë në tokat më të ndërlikuara të mesjetës. Tani është radha juaj. A e njihnit historinë e Gjinbua Shpatës? A mendoni se figura si ai duhet të kenë vend më të madh në tekstet tona shkollore dhe në kujtesën kombëtare? Na shkruani mendimin tuaj në komente, sepse historia nuk është vetëm ajo që ka ndodhur, por edhe ajo që vendosim ta kujtojmë bashk. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.